Ti tash i rri të gëzosh mamin, të shofi pa lot, pa gjëra. Ti e vetmja gjë që unë i lutem Zotit është që jam shumë falenderuese e para që kemi arrit me gjithë sakrificat dhe gjithë sfidat që kemi kaluar në jetë, me pas një jetë normale, se realisht ka qenë shumë e vështirë ta rindërtonim jetën tonë. Dhe së pari jam shumë falenderuese dhe gjëja tjetër që unë i lutem Zotit është që ajo të ketë sa më shumë jetë dhe të gëzoj tashmë të mirat që ne po jetojmë. Ja, për çat kemi ty këtu brenda, mos na dil kote që. E disa kam qarë kur ka bërë 60 vjeç. Dhe kam thënë Krisës, e di pse po qaj? Sepse më shumë vite kalojnë, unë e di që asaj i shkurtohet jeta. Realisht nuk hi pa i gjiroj do tjetër time pa të. Për pos fakti që e di shumë mirë që nuk ka shijuar, po thuaj se asgjë nga jeta e vetë. Dhe e kam shumë e rënë që kur të vije e di që realisht uroj t'jetë sa më larg. Të këtë shijuar sa do pak nga ato vite. Aja tash. Mos të shofi. Edhe kuptove tani pse e këtu? Unë e kam thënë.